Pra ka pas faza të caktuara kjo mazhorancë që i ka përzon shqiptarët në blok, duke bërë dekurajime të tilla. Sot ishte një dekurajime që ky vend nuk bëhet më, nuk ka shpresë gjithë më radhë. Sot ndodhi një nga ato, kështu që unë nuk pres, me thënë drejtë, nuk pres tani që ta kuptojnë shqiptarët se çka ndodh sot. Po nuk pres që ta thonë as gazetarë që kanë 30 vjet që dalin media, janë bo milioner, e bëjt lau në përmejta televizive, kanë bo gjithmonë sipas dorës, sipas interesit të dorës që i ka ushqy, as këtë nuk e pres. Pra këta janë një kështu janë me politikën ta. Kur ka qenë PD-ja në pushtet kanë qenë hysmeqartë PD-s, po janë këto për masa që i ka